A më njëve që bëhet, mirë bëhet. Bëhe një video që pa unë, ku thash mendimin tim personal, apo konstatim që si ka, bëhe Glitakon. Thash që kjo femër nuk ka asnjë talent, as në këndim, as në aktuim, thjesht është bëhe famshme nga të dashurit e famshëm që ka pasur. Ky është mendimi im personal, ka shumë persona që janë në të njëjtin mendim si unë, dhe çfarë ndodhi? U bashkua një grup kryesisht femrash, që po t'i bashkosh gjitha bashkë 2 neurone kanë gjësej në trup. Ato 2 atë paktën vazhdojnë fuqishëm, punojnë për rregull. Dhe u futën dhe thoshin mos bullizoni, edhe ja fillun me libër shpije mu dhe komentuesit. E para punës të thuash që një person publik nuk ka talent, nuk është bullizim, është konstatim. E dyta punës, ku i thua dikujt mos bullizo, nuk mund të bësh njëjtën gjë vetë, kupton se del shumë pallkaui. Kupton? Domethënë, kjo bëj si them unë, mos bëj si bëj unë, nuk funksionon të paktën me mua jo. Kupton? Gjeni në Europë tjetër ndoshta punon, me mua jo. Se mos ma akau, unë të kthehem direkt. Edhe pjesa tjetër për cilën doja të flisja ishte kjo, që niveli i autit në Shqipëri ka rënë në këtë pikë që është, në pikën bordello, për i kësaj sjellje, ç'ke ti me atë, ç'pun ke ti me atë, ajo ka jetën e vet, ai ka jetën e vet. O jetën e vet kanë, se s'po ju futet njëri ke jeta personale. Po flasim pse ky person është publik, çfarë talenti ka, çfarë të mirë i jep rinis apo populli shqiptar. Ë? Se nuk mund të jesh domethënë i famshëm vetëm se pallosh me dikë të famshëm. Kupton? Kaq është ideja. Kështu mos na hani shumë kallin. Merrni me mua, lejni komentuesit e mi duke i nxjerr fotot e familjarëve, sa ai është bullizim që ha dhe denoncim dhe ju qiu mpill ju plas mojë na zini më jashtë. Edhe kështu. Puç.